herë që ftohet në për intervista, Xheneta Fetahu bëhet lajm dhe kjo për faktin e thjeshtë se nuk përdor filtra në prononcimin e saj. Kësaj radhe ish banorja e Big Brother VIP Kosova ka folur për të kaluarën e saj në rubrikën Trotuar në E Diell. Teksa është diskutuar për raportin Nuse Vjerë, Xheneta ka vendosur që të tregojë një histori të saj personale. Ish banorja e Big Brother VIP Kosova 3 ka zbuluar se ka qenë e fejuar për 5 vite dhe nuk ka patur raport të mirë me Vjerën. Xheneta shtoi se ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me ish Vjerin, për të cilin ka shumë respekt edhe tani. Unë kam qenë e fejuar 5 vite dhe kam jetuar me të dashurin. Gjatë verës kemi jetuar bashkë me familjen e tij për shkak të punës. Unë me Vjerin kam patur gjithmonë raporte të mira. Edhe tani kur shihemi kemi kontakt jashtëzakonisht të mirë, ndërsa me ish partnerin nuk kam. Për ish Vjerin shumë respekt se realisht më ka dashur dhe më ka respektuar gjithmonë. Kurse me Vjerën kisha gjithmonë probleme, duke qenë se ai ishte djali i vetëm në familje, ajo e kishte të vështirë që ta konceptonte se dashuria ndaj gruas dhe ndaj nënës është e ndryshme, u shpreh Xheneta.